Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim e emisionit Ti pyet Kurani përgjigjet, për sot kam përzgjedhur të flas rreth pyetjes çfarë thot Kurani për Kuranin. Kurani i shenjtë flet shpesh për veten e tij, duke e përshkruar me emra dhe cilësi që tregojnë madhështinë e tij, rolin dhe qëllimin e tij të shenjtë. Kurani na e ka paraqitur veten e tij me emra të ndryshëm, ndër të cilët janë: Kurani është libër i zbritur nga Allahu. Dhe këtë e dëshmon ajeti 1 në surën Zumar, ku thuhet: Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Ky është libër i shpallur nga Allahu, i plot fuqishëm dhe i urtë. Ky ajet i begat tregon pra se Kurani nuk është fjalë njerëzore, por fjala e Allahut, e krijuesit të gjithësisë, përplot mençuri dhe urtësi. Së dyti, Kurani është libër i bekuar, i mbushur me mirësi. Dhe këtë e dëshmon ajeti 29 në surën Sad, që thot: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Ky libër është i bekuar që ta kemi zbritur ty. Dhe nga ky ajet mësojmë se Kurani i shenjtë sjell begati shpirtërore dhe mendore për ata që reflektojnë mbi ajetet e tij, për ata që e zbatojnë, për ata që thellohen pranë kuptimet e Kuranit të shenjtë. Së treti, Kurani e përshkruan për veten e tij duke thënë se është dritë dhe udhëzim. Këtë e dëshmon ajeti 15 në surën Maide, ku thuhet: Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ka ardhur për ju nga Allahu dritë dhe libër i qartë. Ndërsa në ajetin 9 të surës Isra, Allahu i madhur thot: Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Vërtet ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e drejta. Pra, në ajetin 15 të surës Maide dhe në ajetin 9 të surës Isra, mësojmë se Kurani është dritë dhe Kurani është pra udhëzim. Dritë që ndriçon gjithçka. Ndriçon mendjen tonë, ndriçon shpirtin tonë, ndërgjegjen tonë, dhe udhëzim që na udhëzon drejt asaj që është më e mira, më e drejta, na udhëzon drejt lumturisë së vërtetë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Së katërti, Kurani e përshkruan veten e tij se është shërim për zemrat. Dhe këtë e lexojmë në ajetin 82 të surës Isra, që thot: Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Kurani shëron shpirtin dhe mendjen nga dyshime, nga frika dhe nga mëkatet. Kurani e përshkruan veten e tij pra se është fjalë e vërtet dhe nuk përzihet me gënjeshtra apo me të kota. Këtë e dëshmojnë ajetet 41-42 në surën Fussilet, që thonë ai, pra Kurani, është vërtet një libër i madhërueshëm. Ati nuk mund t'i afrohet e kota apo gënjeshtra nga asnjë anë. Pra Kurani, sipas këtyre dy ajeteve, është i ruajtur, është i pastër, është i përjetshëm. Kurani e përshkruan vetën e tij se është fjalë e qartë dhe udhëzues për njerëzit. Këtë e vërteton ajeti 89 në surën Nahl, që thotë: "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Ky është një libër, pra Kurani është një libër shpjegim për çdo gjë. Është udhëzim, mëshirë dhe lajme të mira për besimtarë, pa përgëzues. Nga ky ajet mësojmë pra se Kurani i shenjtë përmban udhëzime për jetën, përmban rregulla morale, përmban ngushëllim dhe qetësi për shpirtin. Së shtati, Kurani e përshkruan veten e tij se është libër që duhet medituar dhe duhet zbatuar. Këtë e lexojmë në ajetin pra 29 të surës Sad, që thotë: "Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Që ata të meditojnë në ajetet e tij, për në ajetet e Kuranit, dhe të marrin mësim njerëzit e mendjes. Nga ky ajet mësojmë pra se nuk mjafton vetëm leximi i Kuranit, por kërkohet meditim dhe veprim sipas Kuranit. Kurani nuk është thjesht vetëm për t'u lexuar për hapje ceremonish apo për vjetore apo në raste vdekjeje. Kurani është libri i jetës. Kërkohet pra një meditim i thellë në ajetet e tij dhe zbatim në jetën e përditshme. Së teti, Kurani e përshkruan veten e tij se është dallues, Furqan, ai dallon pra të mirën nga e keqja, të vërtetën nga e pavërteta, të drejtën nga e padrejta, lumturinë nga fatkeqësia, dijen nga padituria, fuqinë nga dobësia, shpëtimin nga shkatërrimi. Në ajetin e parë të surës Furqan, Allahu i Madhëruar thotë: "I lartësuar qoftë ai për Allahu që ja ka zbritur dalluesin, Kuranin, robit të vet, pra profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi." Së nënti, Kurani e përshkruan veten e tij se është përgëzim. Është pra përgëzues për muslimanët dhe për besimtarët. Si thot ajeti 89 pra në surën Nahl, dhe përgëzues për muslimanët. Ai që e lexon, ai që mediton ajetet e tij, ai që e zbaton Kuranin, padyshim që do t'jetë për të shpëtuarve dhe për të përgëzuarve, inshallah, me xhennet. Së dhjeti, Kurani e përshkruan veten e tij se është këshill për mbar njerëzit, si thot ajeti 56 në surën Yunus: "O njerëz, ju ka ardhur këshill për Kurani nga Zoti juaj." Së 11, Kurani e përshkruan veten e tij se është mëshirë, rahme. Si thot ajeti 157 në surën An'am: "Ju ka ardhur nga Zoti juaj provë qartë, udhërrëfim dhe mëshirë." Pra ai njeri që është i lidhur
me Kuranin është i lidhur me mëshirën. Ai njeri që e zbaton Kuranin, mbi të zbret mëshira, rahmeti i Allahut të plot fuqishëm. Të 12 Kurani e përshkrua veten e tij se është forcues në kohë pra sfida, vështirësish, probleme, fatkeqësish, padrejtësish, e të tjera sprova pra materiale, shpirtërore. E vetmja streh për të qëndruar të fortë është pra Kurani. Në ajetin 32 të surës Furqan, Allahu i madhëruar në thot, ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde dhe ta kemi zbuluar qartasin, ajet pas ajetin. Së 13 Kurani e përshkruan veten e tij se është pra përmendje, dhikr. Siç thot ajeti 87 në surën Sad, në të vërtetë ky Kuran është dhikr, pra përmendje për tërë botën. Dhe së fundi Kurani e përshkruan veten e tij se është kujtesë. Ajetet e Kuranit janë kujtuese për ato që ne harrojmë. Në ajetin 54 të surës Ghafir thuhet si udhërrëfyes dhe përmendes për ata që mendojnë. Të dashur vëllezër dhe motra, bazuar pra me këto që tham, Kurani e përshkruan veten e tij si fjala e Allahut, dritë dhe udhëzim, shërim dhe mëshirë, libër i bekuar dhe i qartë, i ruajtur nga shtrembrimi, nga gënjeshtra, burimi i mençurisë, i moralit, është mëshirë, kujtesë, forcues. Allahu na bëf për atyre që e lexojnë fjalën e Allahut dhe zbatojnë në jetën e tyre. Allahu na ndriçoft jetën, mendjen dhe zemrën me dritën e Kuranit. Qoftë Kurani shoqëruesi ynë në këtë jetë dhe në jetën tjetër, insha Allah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.